Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka biseduar për sigurinë e shtetit dhe raportet e vendit me Serbinë me presidentin e Francës Emmanuel Macron. Gjatë takimit në Pallatin Elysee, u theksua roli pozitiv i vazhdueshëm i NATO-s në Kosovë, përkatësisht i KFOR-it si dhe i misioneve të Bashkimit Evropian. Kryeministri Kurti foli për sigurinë e Kosovës që para së gjithash është siguri e kufive të saj, pastaj për ngritjen e kapaciteteve vendore mbrojtëse përmes raporteve të vendit fqinj e kryesisht në verit të Serbisë, ndërlidhur me procesin e dialogut në Bruksel dhe zbatimin e marrëveshjes për normalizim të plot, pastaj për bashkëveprim me aleatët veri Atlantik dhe për sigurinë rajonale në Ballkan, u thanë në njoftimin e zyrës së Kurtit. Gjatë takimit po ashtu është diskutuar për integrimin dhe sigurinë e Europës dhe Kurti kërkoi mbështetjen e Francës për integrimin evropian dhe antarësimin e organizatat ndërkombëtare. Kosova është vendi vetëm në rajon që nuk ka statusin e vendit kandidat, pavarësisht se shteti ka aplikuar për antarësimin në Bashkimin Evropian në vitin 2022, por aplikimi ende nuk është shqyrtuar nga institucionet evropiane. Normalizimi i raporteve mes Kosovës dhe Serbisë mbetet kushti i Bashkimit Evropian për të dyja vendet në rrugën e tyre evropiane, por një ditë përpara takimit, Kurti Macron, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, pretendoi se kryeministri Kurti mund t'i kërkojë liderit francez plotësimin e ca kushteve kundër popullit serb. Sipas presidentit serb, Kurti ka shkuar në Paris me dy kërkesa: që Serbisë t'i vendoset kusht për të mos përdorur kur armë kundër shqiptarëve, përkatësisht kundër Kosovës, dhe që NATO-ja të largohet nga zona toksore e sigurisë, në mënyrë që forcat e sigurisë së Kosovës të mund të shkojnë në veriun e vendit të banuar me shumicë serbe.